New hits now on Lancho. E ftuar që ne kemi sonte një personazh me goxha ndikim në muzikën shqiptare, sidomos ato alternative. Tashmë e ka çuar rrugtimin e saj nga Shqipëria e deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një emër që vetëm zhvillohet dhe vetëm ecën përpara. Është një vajzë e cila shumë kohë më parë e zuri vendin e saj në Top Channel në një prej formateve më të dashura televizive, The Voice of Albania e më pas Top Fest. Me kënaqësi më të madhe ne do të bëjmë një bisedë së bashku në një lidhje të drejtë për drejtë. Ajo është Jane Kumria ose ndryshe Janex. A e thash mirë? Po, absolutisht po. Domethënë ti e ke Janex, nuk është se ka ndonjë shqiptim tjetër. Janex. Edhe atë Janex, kamerën ndonjëherë mund të shqiptosi Janex, por Janex, okay. Unë po të them Janex me që jam mësuar ashtu. Ndërkohë atë kamerën që pas ke mbrapa e kemi njësoj. Domethënë deri këtu pas kemi ca gjëra të përbashkëta. Më pëlqen shumë interiori në të cilin ndodhesh. Faleminderit. Ky është apartamenti im i ri në sapo jam shpërngulur në një shtet tjetër dhe është it's getting there themen e këtu. Po e mund të avash. Avash, domethënë po stazhonohesh mirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jane, unë fakt kam qenë shumë e vogël kur motrat Kumria ishte një prej emrave që dëgjohej më shumë nga shqiptarët, edhe sa kohë mund të kesh ti pa e dëgjuar si tog fjalësh? Motrat Kumria? Po. U bë ca të drejtën. Un kam po bëj pothuajse 10 vite në Shtetet e Bashkuara, kështu që po, është bërë it's been a while. Më fal sepse kam ca kohë që nuk flas shqip. S'ka problem. Më është bërë pak, më është bërë anglishtja si gjuhë e parë për momentin. Shif, për dikë që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po e menaxhon shumë mirë shqipen, ë? Të them atë që është. Është vetëm fillimi. Më duket sikur deri tani je mirë, kështu që një bravo për ty. Dhe ti për studion e Lancho nuk e huaj, pas e ke qenë këtu edhe një herë tjetër. Kjo është intervista e dytë në këtë program, në mos gaboj? Apo më shumë? Besoj që e dyta, po. Mendoj që e korrekt. Super. Dhe ti ke qenë e rrethuar nga muzika në shumë faza të jetës tënde, sepse unë i bëra kërkimet e mia, ose siç thonë edhe amerikanët, i bëra detyrat e shtëpisë. Kështu që ti shumë më parë se sa të dile në skenë, ke pasur shkollën, familjen që ka qenë plot me muzikë, a e ndjen akoma atë zjarrin e pasionit si në ditën e parë? Po, besoj që po. Muzika është një udhtim që mendoj nuk mbaron kur, nuk i mbaron kur emocionet. Sa herë që dal në skenë është sikur hera e parë, kështu që edhe prandaj vazhdoj të bëj muzikë sepse më mban të gjallë në çdo aspekt të mundshëm. Kur lindi emri Janex? Janex të drejtën nuk është se ka ndonjë shkencë të madhe pasaj, pasi është thjesht emri im në anglisht dhe kam vendosur inicialin e emrit në shqip, dhe shqiptimit në shqip. Okay. Po ka lindur u bë ca kohë fakt, nuk do ta them sa kohë është për, sepse nuk e di. Domethënë nuk e di, jo se po i bën kështu gatekeep, nuk është se po e ruan, domethënë që mos ta ndash me mua. Jo. Po, absolutisht jo. Domethënë ti ke qenë ajo motra që e vazhdoi muzikën edhe sot e kësaj dite. Edhe mendoj në aspektin e lançimit të prodhimeve muzikore, po mund të themi që jam e vetë për momentin që po lançon më shumë produkte ose prodhime muzikore. Po edhe motrat janë pak a shumë on and off me muzikën aktualisht. Po ti ajo që ka krijuar një marrëdhënie të rregullt, nëse mund të themi kështu. Pra nuk është se ke patur edhe me qëra fjalë të pyes, ke patur ndonjëherë në një moment që ke dashur ta abandonosh muzikën? Po, ka shumë momente të tilla. Po, ka disa momente të tilla pasi le të jemi të sinqertë, nuk është një rrugë e lehtë. Kërkon shumë kompromis, kërkon shumë pasion dhe dashuri, absolutisht, por është diçka
Muzika është diçka që unë nuk mund bëj dot pa të, kështu që nuk kam nga e mbaj, kur I them. Mirë, domethënë ti kisha hall se nuk do ishe mirë me shqipen, po e shikoj që je më së miri, kështu që kotja dyshon aftësitë vetes se mund ta gjesh atë shqipen brenda teje. A mendon që ti si individ, domethënë për te, me që po flasim edhe duke qenë se ti je nga New Yorku, po na flet në këtë moment, në mos gabohem? Aktualisht jam në Nashville, që mbahet si qyteti I muzikës dhe Tennessee, domethënë. Kam shumë që jam në Tennessee. Korrekt. Nuk kam shumë që jam shpëngulur këtu dhe po shikoj, po testoj ujërat tek qyteti I muzikës. Mirë, dhe ne do t'i hym pak më thellë kësaj interviste, se unë dua të hyj edhe tek rrënjët e tua si artiste Jane, kështu që duke qenë se bep në një farë mënyre u bë kënga jote ose një ndër më të fundit që edhe I është bashkuar klasifikimit të The Top List Timeless, ne u ta ndjekim tani së bashku dhe më pas do të rikthehemi për një intervistë disi më personale, por jo duke kaluar ato caqet profesionale, nëse mund të themi kështu, thjesht për zbuluar pak më shumë kush është Jane Kumria. Ne jemi sërish në studion e Top Albania Radio me Disco Lancho dhe po ashtu me Janex, e cila po pret që t'i bëj pak më shumë pyetje dhe të hyj pak më shumë në historinë e saj si artiste. Tani unë dua që të ndalem tek hapat e tu të parë dhe duke qenë se ti më the që kishe disa kohë që nuk flisje më shqip dhe ndoshta nuk je lidhur aq shumë sa mund të doje me rrënjët e tua shqiptare, ti do më thënë se kështu është shkruar historia, ato hapet e tu të parë I ke patur në Top Channel dhe specifikisht në The Voice. Si I kujton ti ato ditë, duket ke qenë 18 vjeçe kur ke nisur? Nuk më kujtohet fiks të drejtën, po ka qenë goxha kohë më përpara. Fillimet në The Voice ka qenë një eksperiencë shumë fantastike, pasi më ka ndihmuar goxha me prezencën në skenë, ka qenë një jump start shumë I mirë për mua dhe për motrën të dyja në atë kohë, dhe që atëherë ne s'kemi ndaluar në fakt. Që ka qenë fillim goxha I mirë në skenë. Është super në fakt, mund ta them edhe nga eksperjenca ime personale, se dhe unë kam qenë në The Voice, por kam qenë pak më e vogël kur kam marrë pjesë. E ndaj këtë lloj mendimi me ty, është me vërtet një eksperiencë shumë e bukur. Por unë zbulova që pas asaj pjesëmarrje në The Voice, ti për një kohë shumë të gjatë ke nisur që të nxjerrësh mirë këngë në emrin e Janex dhe I ke patur për një kohë shumë të gjatë. Nga ana tjetër, unë dua të di, sepse këngët e tua, më sa kam kuptuar, janë rigorozisht në anglisht, përveç në një përjashtimi të vogël që mund të kesh patur në ndonjë pjesëmarrje në kompeticionet shqiptare. A ke nisur të shkruash anglisht që kur ke qenë në Shqipëri, apo e ke pasur më shumë të llojnisme kur je shpërngulur në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Jo, kjo ka nisur në Shqipëri në fakt. E kam pasur më të lehtë të shprehem në anglisht dhe për zhanrin ose stilin e muzikës që po tentoja të bëja, thjesht tingëllonte pak më pak më rrumbullakët, pak më e butë, më në brendësi të zhanrit. Dhe ka qenë çështje stilistike, por dhe ka qenë thjesht më e lehtë për mua të shprehesha në anglisht në ato lloj zhanri muzikor. Nëse ty të shërben, që ka pas më shumë influencë anglisht. Nëse ty të pëlqen, jo më saktë nëse ty të pëlqen, nëse ty të shtyn më shumë dhe të frymëzon më shumë, të bësh atë artin në versionin tënd më të mirë, patjetër që është zgjidhja më e duhur. Dhe një gjë tjetër që doja të pyesja, se në internet ti e di shkruhen shumë gjëra që mbase nuk I shkruajmë edhe vetë ndonjëherë, por thuaj që një ndër ndikimet e tua më të mëdha në fillimet e tua ka qenë Sia. A vlen ende ky konstatim për muzikën që ti bën? Ka qenë një nga, si ta them, ka qenë një nga frymëzimet e para, por thjesht ka influencuar në fillime, absolutisht, sidomos në stilin e të kënduarit. Mbaj mend në atë kohë sa kisha filluar të këndoja dhe madje aksidentalisht do e kopjoja pak stilin e Sias.
derisa gjeta zërin tim edhe stilin tim, por që po ka qenë një nga inspirimet e mia të parat, po këngët e para të Sias, jo këngët komerciale që ajo ka postuar. Po në ditët e sotme, ku e gjen ti frymëzimin më shumë? Pra, nëse do ta shtroja këtë pyetje kështu, çfarë dëgjon ti kur nuk je duke punuar mbi muzikën tënde? Të them drejtën, u bë ca kohë që nuk dëgjoj, po thuaj se asgjë. Pra je pak më shumë në botën tënde. Kur merresh për një kohë gjatë me muzikë, edhe unë jam dhe producente dhe jam gjithkohës në kontakt me tinguj dhe sounde, kështu që ndonjëherë ke nevojë për qetësi. Edhe jam në atë fazën aktualisht ku kam nevojë më shumë qetësi, pasi unë luaj dhe DJ, shpenzoj goxha kohë me muzikë në përgjithësi. Kështu që kohën time të lirë dhe të qetë e mbaj të qetë. Pra, nëse ty do të frymëzonte diçka për një projekt të ri, do të ishin ndoshta rrethanat e tua, pra natyra, ndoshta një ndjesi, diçka, pra nuk do të ishte për shembull një personazh, po themi, siç mund të ishte Sia në këtë rast. Jo, absolutisht. Ka raste plot që dëgjoj një këngë dhe thjesht të frymëzon, mund më frymëzon një tillë, mund të frymëzon një fjalë, një frazë, ndodh edhe ajo, por në përgjithësi janë ndjesi të brendshme, janë ndonjëherë histori të njerëzve të tjerë, të cilat dëgjoj kalimti ose pak me detaje dhe është një mix. Frymëzimi vjen shpesh pak pritur dhe e gjen aty ku nuk ta përmendja ndonjëherë. Ne do të rikthehemi për një pjesë të tretë dhe të fundit, sepse dua do të pyes pak edhe për planet e tua të ardhshme, po deri më tani se unë do të bëj një status update në çdo moment me shqipen një flak fare. Kështu që kam përshtypjen që kjo intervista të duhej që të vije ndoshta në rikthim dhe në riprekje të rrënjve të tua shqiptare. Jemi sërish së bashku në këtë pjesë të tretë dhe të fundit me Jane-in dhe për të përmbyllur këtë intervistë kaq bukur, e cila na ka çuar pak edhe në koret nostalgjike dhe duke lidhur ndoshta realitetin shqiptar me atë amerikan dhe të ëndrrës amerikane për më tepër. Jane, unë dua që të na flasi pak për 2-3 gjëra shumë të rëndësishme. E para njëherë dua të na flasësh pak për Timeless, që debutoi në The Top List 8 javë më parë, dhe të na thuash pak, ndoshta a është frymëzuar nga një histori, nga një ndjesi, siç e përmend edhe më parë, apo thjesht të erdhi frymëzimi dhe e bëre? Timeless në fakt është një nga këngët e para që kam shkruar, dhe kënga e parë që është lançuar nga albumi im i parë që del këtë muaj. Okej. Dhe sigurisht është frymëzuar nga ndjesi. Nuk po zgjidhem në detaje, por është frymëzuar nga një ndjesi e ime që kam përjetuar disa muaj më parë dhe koncepti është shumë i drejt për drejt, kënga është shumë e thjeshtë, dhe bën fjalë për një dashuri, si më thënë, le të themi eternal, të pandekshme, që shkon përtej kohës dhe fizikës. Okej. Duke kaluar çdo gjë që ka të bëjë me fizikën, pra, si më thënë, jashtë kësaj bote, jashtë i universi. Dhe për ata që besojnë për jetën pas jetës. Nëse bën sens. Mund ta thuash edhe afterlife, nuk është problem. Po life after life. Life after life, tamam siç thua edhe ti. Ndërkohë, unë dua të pyes, meqense ti përmendë albumin dhe si duket ky është plani më i afërt që ti ke në të ardhmen. Pra Timeless ishte ai single i përfaqësues i albumit që do të publikosh. Po, një nga single i dytë ka dalë muajin që shkoi. Okej. Dhe në datë 23 bëj lancimin e albumit. Super fare, kështu që ne mezi po presim dhe mezi po numërojmë kohën derisa të publikohet albumi dhe këngët e tua të bëhen pjesë të The Top List. Jane, unë të falenderoj shumë që ti u bëre pjesë, nëse ke diçka të fundit për të thënë apo për të ndarë me dëgjuesit e Top Albania Radio, do të ishte super. Faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të jem pjesë e Top Channel. Dhe nuk kam asgjë për të shtuar, thjesht mbara nisë një vesh hapur për albumin Lonely Tunes që del në maj me datë 23
maj. Dhe ne do jemi duke pritur. Shumë faleminderit Jane që ishe pjesë e kësaj interviste. Shpresoj që të jetë e para nga shumë që do të kemi së bashku. Për ta përmbyllur, po e përmbyllim me Wanna Be, një ndër hitet e disi më të vjetra të tuat.